Rejmana ka shënuar kundër Galatasarayt në sfidën e plefshme për javën e 34 të Superligës turke. Sulmuesi i kombëtarës shqiptare realizoi në favor të Sivassporit pas avantazhit 4-0 që po gëzonin vendasit. Mana i tundi rjetën në një kënd vuajse i pamundur ndërsa topi përfundoi mes këmbëve të portierit. Ishte minuta e 33 kur erdhi goli 12 në kampionat për Rejmanajn. Kujtojmë se Galatasaray sulmoi disa muaj më parë sulmuesi shqiptar pas ndërhyrisë ndaj Yılmaz. Madje në dhjetorin e kaluar u kaluan limitet sepse shumë tifozë kërkonin përjashtimin edhe pse u kërkua falje nga ana e Manajt. Galatasaray vazhdoni sigurt të 3 titullet kampion. Në anën tjetër, Sivasspori rrezikon seriozisht në mbijetesën në elit, duke qenë në zonën e ftohtë të renditjes së kampionatit turk.